Alba Story prezanton. Unë jam 35 vjeçe dhe jetoj në një qytet mjaft të zhurmshëm. Pjesën më të madhe të ditës e kaloj në shtëpi, pasi aktualisht nuk jam në punë. Tani kujdesem vetëm për mbarvajtjen e familjes, gatuaj, pastroj dhe mbaj çdo gjë në rregull. Burri im, nga që unë nuk jam e punësuar, punon me një orar shumë të zgjatur për të na mbajtur. Shpesh herë del që në mëngjes dhe kthehet pasi ka rënë errësira, gjë që më lë mua për orë të tëra vetem, ose me sakt nën shoqërinë e vjehrit tim, i cili jeton me ne. Vjehri është 62 vjeç. Ai është në pension. Është i qetë në përgjithësi, por ka një pasion të madh që e ndes plotësisht: futbollin. Tani që jemi në qershor, koha ka filluar që të ngrohet shumë dhe qyteti gëlon nga zhurmat e verës, por brenda shtëpisë sonë dëgjohet vetëm një gjë: zëri i komentatorëve sportiv në televizor. Është koha e botërorit, e për vjehrin tim, ky është muaji më i rëndësishëm i vitit. Ai ka ndjekur ndeshjet gjithmonë me një fanatizëm të madh, por asnjëherë nuk i pëlqen që t'i shoh ndeshjet e futbollit i vetëm. Këtu hyn në skenë shoku i tij i ngushtë. Shoku i vjehrit është 54 vjeç. Është një burr shumë i mirë. Gjithmonë vjen i veshur mirë dhe i rregulluar, me një sjellje shumë të hishme dhe flet shtruar. Për shkak të botërorit, ai filloi të vinte në shtëpinë tonë çdo ditë. E çdo pasdite, kur ata kishin ndeshjet, dëgjohej zilja e derës. Vjehri e priste me padurim. Hapnin dritaret e sallonit, uleshin e dy koltukët përballë televizorit dhe bëheshin gati për të parë ndeshjen. Detyra ime në gjithë këtë situatë ishte të kujdesesha për mikpritjen. Shtëpia kthehej në një lloj lokali të vogël për ta, e unë shkoja në kuzhinë dhe filloja të përgatisja gjërat e nevojshme. Prisja djath, sallam, ullinj dhe përgatisja pjata me meze të ndryshme. I mbushja tasat me kikirik, nxirrja lëngun e frutave nga frigoriferi që të ishte sa më i ftohtë dhe i çoja të gjitha në sallon tek ata. Në ditët e para, gjithçka ishte shumë normale. Unë hyja në dhomë, i lija tabakat mbi tavolinën e tyre, i përshëndesja dhe kthehesha në kuzhinë. Por shumë shpejt, situata filloi të merrte një tjetër drejtim. Gjatë kohës që unë vendosja pjatat apo lija gotan mbi tavolinë, vjehri im e kishte mendjen vetëm tek topi. Ai bërtiste, shante arbitrin apo ankohej për lojtarët. Ndërkohë, shoku i tij nuk po ndiqte fare lojën në ato momente. Sa herë që unë isha në dhomë, ai më shikonte pa ndërprerje. Shikimi i tij fliste shumë, ishte jashtëzakonisht i drejtë për drejtë. Më shikonte nga lart poshtë, sikur donte të më hante. Ai nuk ishte një shikim kalimtar apo padashje. Ishte një shikim që tregonte qartë se nuk kishte nevojë për fjalë për të kuptuar se çfarë donte ai. Ai thjesht më ndiqte me sy kudo që lëvizja brenda sallonit, e unë e vija shumë mirë këtë gjë, e vija re. E në fillim u ndjeva pak në siklet, por pastaj e pranoj që filloi të më pëlqente ai pëlqim nga ana e tij. Kisha aq kohë që merresha vetëm me punët e shtëpisë dhe nuk dilja, e ndihesha e harruar, saqë ky interes nga një burr tjetër qoftë
edhe miku i vjehrit me bënte të ndjehesha sërish një grua që ishte e pëlqyer. Ditët kalonin dhe u kthye në një rutinë të vërtet. Çdo pasdite ai vinte dhe çdo pasdite unë përgatisja mezën dhe lëngjet, dhe çdo pasdite ai më shihte me sy e ndërkohë që vjehri merrej me televizorin. Por vjehri im kishte një zakon të vjetër. Për shkak të moshës dhe ndoshta nga qetësia e shtëpisë, ati i ndodhte shumë shpesh ta zinte gjumi përpara televizorit. Zakonisht kjo ndodhte diku nga mesi i pjesës së dytë të ndeshjes. Fillimisht i binte koka lehtë mbrapa në koltok, syt i mbylleshin dhe pas pak minutash fillonte të gërhiste me zë të lartë. Hera e parë që i ndodhi kjo gjë, ndërsa unë po qëndroja tek dera e sallonit, ishte një moment shumë interesant. Vjehri filloi të gërhiste. Unë pash nga shoku i tij për t'i thënë ndonjë fjalë, por ai ishte kthyer plotësisht nga unë. Me pa drejt për drejt, me buzëqesh i lehtë dhe ma bëri me sy. Unë u zura aq ngushtë sa që ndjeva që faqet po me digjnin dhe u skuqa e gjitha. Ktheva kokën me një herë e ika në dhomën tjetër. Kjo sken u përsërit disa herë atë javë. Sa herë që vjehrin e zinte gjumi, shoku i tij përfitonte nga rasti. Ai më kërkonte shpesh ujë, vetëm që të më bënte të hyja në sallon të kaj, e sapo unë i lija gotin e ujit mbi tavolinë, ndërkohë që pas nesh dëgjoheshin gërhitjet e vjehrit. Ai ma bënte me sy ose me buzëqeshte në një mënyrë shumë provokuese. Unë vetëm qeshja lehtë, e mbuluar nga sikleti, por asnjëherë nuk i thash që të ndalonte. Kishim shumë emocione gjatë atyre pasditeve. Lojrat e fshehta mes nesh po bëheshin më të forta se vetë ndeshjet e futbollit që zhvilloheshin në ekran. Gjërat arritën kulmin këto ditë në një pasdite tek këtij qershori. Ndeshja që po transmetohej ishte shumë e ngadalt. Unë e kisha mbaruar punën në kuzhinë dhe e solla tabakan e fundit me disa kikirik të pjekur. E lash mbi tavolinë, e shkova, u mbështeta tek korniza e derës së sallonit. Vjehri im po ankohej për vapen, por edhe për lojën e dobët të futbollit. E nuk kaloi shumë dhe koka i ra mbrapa mbi astekun e koltukut. Brenda 2 minutash, gërhitja e tij filloi të dëgjohej më lart se zëri i komentatorit në televizor. E shoku i tij si gjithmonë priti derisa vjehri të ishte plotësisht në gjomë. Me pas, ai ktheu kokën nga unë. Shikimi i tij ishte i njëjtë, i thellë e plot kërkesa. Ma bëri përsëri me sy, duke qeshur lehtë, por këtë herë unë e kuptova që nuk po i mbaja dot më ato ngacmimet e vazhdueshme. Kisha ditë të tëra që jetoja me atë pritshmëri, me ato veshtrime që nuk shkonin askund. Doja të bëja diçka. E tani nuk ktheva kokën dhe nuk u largova si herët e tjera. E shikova shokun e vjehrit, ja bëra një shenjë shumë të lehtë me kokë, duke treguar nga korridori jon i shtëpisë. Ja bëra me shenjë tamam aty ku ndodhej dhoma që hekurosja rrobat, e cila ishte larg sallonit dhe jashtë vendit ku mund të shihte vjehri. Sa po i bëra atë shenjë, unë u shkeputa nga dera e sallonit dhe eca me hapa të lehtë drejt asaj dhome. Hyra brenda në dhomën e vogël që ishte mjaft e freskët. Qëndrova në këmbë duke pritur, e ndjeva hapat e shokut e vjehrit që po vinin. Ai kishte lënë koltukun pa bër asnjë zhurmë dhe po vinte pas meje. Kur arriti tek dera e dhomës, ai hyri brenda me shumë kujdes. Nuk e mbylli derën plotësisht
dhe e lam derën pak të hapur, vetëm sa për të pasur mundësi të dëgjoni me vëmendje nëse gërhitja e vjehrit do të ndërpritej, apo nëse ai do të zgjohej pa pritur. Gërhitja e vjehrit ishte sinjali ynë i vetëm i sigurisë. E kur ai erdhi, qëndroi përballë meje, duke mos ditur se çfarë të thoshte, i erdhi edhe atij pa pritur. Zëri i televizorit dëgjohej nga pak, ndërsa gërhitja e vjehrit na siguronte që ne ishim të qetë. Ai ofrua plotësisht trupit tim, aq pranë sa nuk kishim qenë kurrë gjatë gjithë atyre ditëve në sallon. Zgjati duart, me kapi lehtë dhe pa asnjë hezitim, me puthi me shumë pasion në buzë. Unë ju përgjigja asaj puthje me të njëjtin pasion. E pastaj, kur ai, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.